Janë përcjellë në tekstet e shariatit shumë shkaqe, shumë sebepe që mund të shkaktojnë dënimin e varrit. Kështu që duhet të ruhemi dhe të largohemi prej tyre. Ndërto është gjunahu më i madh, shirku. Është shpifja e shirku ndaj Allahut. Allahu i lartësuar ka thënë për ndjekësit e faraonit: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Ata do të nënshtrohen zjarrit në mëngjes dhe në mbrëmje. Domethënë në jetën e varrit. E kur të arrijë ora, pra të arrijë ora kiametit, do të thuhet hidhni thtarët e faraonit në dënimin më të rënd. Gjithashtu, nga shkaqet që kanë ardhur në sunet, është mos pastrimi nga urina dhe të ecurit mes njerëzve me thashetheme. Ibn Abbasi radiallahu anhu ma ka thënë, profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë dy varreve dhe tha: "Innama la yu'adhaban." Këta dy vërtet po dënohen. "Wa ma yu'adhabani fi kabir." Dhe nuk po dënohen për diçka të madhe. Pra diçka që ka qenë e lehtë për të bërë, por është e madhe tek Allahu. Kana ama ahaduhuma kana la yastatiru min al-bawl. Njëri prej tyre nuk ruhej dhe nuk pastrohej nga urinimi. Pa nuk e pastronte veten kur e krynte urinën. As me ujë, as me letër. Wa ama al-akhar fa kana yamshi bin namima. Kurse tjetri ecste me namime, do thot shkonte te njëri tjetri duke bartur fjalë për të prishur. Kurse te hadithi që e përcjell Semura ibn Jundub, hadithi gjatë që e transmeton Buhariu, është përmendur dënimi i varrit për shkak të gënjeshtrës. Dënimi i varrit për shkak të kamatës. Gjithashtu për shkak të braktisjes së Kuranit, pasi njeriu ta ketë mësuar atë. Gjithashtu dënimi i varrit për atë që fle me qëllim në kohën kur duhet ta fal farzin. Dënimi i varrit për zinan, për prishjen e Ramazanit pa justifikim, vjedhja e haxhinëve, maltretimi i kafshëve, mos mëshirimi i kafshëve e të tjera.